Në periudhën nga 1 dhjetor 2025 deri në 31 dhjetor 2025, si rezultati kontrolleve të rregullta të trafikut të realizuara nga nëpunësit policor, nga të gjitha sektorët e punëve të brendshme në rrugët e mbarvendit, nga gjithsejt 19.750 urdhër pagesash të lëshuara, 4.256 kundërvajtje kishin të bëjnë me shoferët që nuk respektuan kufirin e përshkruar të lëvizjes, njofton Ministria e Punëve të Brendshme. Të privuar nga liria për drejtim të pakujdesshëm të mjetit në përputhje me nenin 297A të Kodit Penal ishin 132 persona, nga të cilat 109 për drejtim mjeti në ndikim të alkoholit, 3 për drejtim mjeti në drejtim të ndaluar, 13 për drejtim mjeti me shpejtësi më të madhe nga shpejtësia e lejuar në vendbanim, 7 për drejtim mjeti me shpejtësi më të madhe nga shpejtësia e lejuar jashtë vendbanimit. Mëtej, sipas pasqyrës statistikore të aktiviteteve policore, gjatë muajit dhjetor u evidentuan 5.515 kundërvajtje për parkim të parregullt, 2.010 masa u shqiptuan ndaj shoferëve që drejtonin mjetet pa patentë shoferi, si dhe 728 sanksione për drejtim në ndikimin e alkoolit. Nga ana tjetër, dhe në përputhje me dispozitat e ligjit për sigurinë në komunikacionin rrugor, u sankcionuan 19 drejtues motocikletash për mosmbajtje të helmetës mbrojtëse dhe u sankcionuan gjithashtu 441 këmbësor. Gjithashtu janë sankcionuar 1.136 pjesëmarrës në komunikacion që nuk kanë përdorur rripin e sigurisë. Në përputhje me ligjin për automjete, 356 automjete u menjanuan nga trafiku për shkak se ishin të paregjistruara dhe 187 për shkak të parregullsisë teknike. Janë sankcionuar dhe 110 shoferë për shkak të mos përmbushjes së kushteve të përshkruara në lidhje me erësimin e xhamave të automjeteve folive. Kontrollet e trafikut vazhdojnë edhe në ditët vijuese. U bën thirrje të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e trafikut dhe të kontribuojnë së bashku për rrugë më të sigurta, thuhet në raportin e publikuar nga Ministria e Punëve të Brendshme.